Morë trofeun, i kënaqur, i gëzuar? Shumë i kënaqur, për menimin tëne kanë meritu tani këtë trofe, edhe më duket kanë arru edhe Kevin Dodaj si hini boni 2 gola, po jam i kënaqur edhe shoha veç vazhdimisht. Po vlerësuat pikërisht për lojën, garancitë që sohet skuadrës në lojën mbrojtje. Një ndeshje e vështirë bëhet gjatë. Shumë e vështirë, Partizani meriton komplimentet për lojën që i kanë bërë, por ne i bëmë golat edhe besoj që i kena meritu fitoren. Sa rëndësishme ishte ky 3 pikë për ecërinë e mëtejshme të Vllaznisë? Shumë i rëndësishëm, edhe për faktin se kena luajt jashtë, edhe kena vërtetuar se mundna me fitu edhe jashtë Shkodrës. Riktheheni pasi pauze 3 javore tek fitoria, një besim më tepër për vazhdimsinë. Po, si thash parë, kjo fitore për minin tem ka më na dhënë shumë motivim, edhe veç të vazhdimisht. Vjen në një moment kur jeni në prag të ndeshjes Kupës së Shqipërisë përballë Dinamos. Sa ndikon kjo fitore në atmosferën e skuadrës? Ndikon, normal si na të kënaqur, po vjen nesha tjetër shpejt, jemi profesionista, duhet mojmë regjim sa më mirë edhe të fokusohena për neshën tjetër, se vjen shpejt, edhe është shumë e rëndësishme. Elmando, po e shihoni këtë eksperiencë tek Vllaznia, qyteti juaj? Shumë, jam të shiju jashtë mos se kam njerëz të mi këtu, jam si me kanë në shtëpinë time. Fitoria por edhe trofeu. Për kë shkojnë? Dedikimi? Për familjen time. Sukses, Elmando. Faleminderit. Sukses.